Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët këtë pasdite në Dita me ne. Sot është një ditë shumë e veçantë, pra është Dita Evropiane e Logopedisë dhe e kam drejtën ta kem sot në studio logopedën Vlerta Krasniqi për me diskutuar gjithçka mbi këtë fushë. Përshëndetje Vlerta. Përshëndetje Adea, për juve, përshëndetje edhe për gjithë shikuesit që po na ndjekin, kënaqësi çdo herë me qenë pjesë e emisioneve t'juja. E përmend edhe vetë që sot është 6 marsi Dita Evropiane e Logopedisë dhe kisha shfrytzuar rastin m'ia uru gjithëve kolegëve e po ashtu më dëshiroj shumë suksese. Si tanë kështu mbredh, çka është logopedia? Logopedia është fusha profesionale e cila merret me pjesën e vlerësimit, identifikimit, parandalimet, diagnostikimit dhe trajtimit të gjitha vështirësive, qofshin në të folur, vështirësitë gjuhësore apo edhe llojet e tjera të komunikimit, edhe duke përfshirë këto të gjitha çrregullimet apo vështirësitë që i përkasin aparatit të folurit, duke përfshirë po ashtu edhe çrregullimet e gëlltitjes dhe çrregullimet e zërit. Pra logopedi është profesionisti i cili merret me trajtimin e këtyre çrregullimeve dhe po ashtu i ndihmon klientëve, qofshin të rritur apo fëmijë, pasi që ne punojmë me gjitha grup moshat, që mi fitu këto aftësi edhe me pas një komunikim sa të pavarur në jetën e përditshme, e po ashtu me pas edhe sa më të lehtë mandej pjesën e integrimit social. Cilat janë çrregullimet më të shpeshta që i hasnin në punën tuaj të përditshme? Faktikisht, çrregullimet janë prej më të ndryshmeve edhe normalisht ato varet se a mundën me qenë me prapavit të çrregullimeve neurologjike apo të patologjive tjera, mirë po çrregullimet që zakonisht hasen përditshmëritë tona apo në qendrën Mindcare ku edhe unë aktualisht punoj, janë çrregullimet e artikulimit apo vështirësi në shqiptimin e tingujve, vonesat e ndryshme gjuhësore, mandej përfshihet edhe pjesa e belbëzimit, autizmi apo çrregullimet e tjera që janë një gamë gjere tyre, janë vështirësitë të nxënë që përfshin mandej disleksinë, çrregullime në të shkruar, në të lexuar, diskalkulin e të tjera. Pra këto duket se janë goxha të komplikuara dhe në çdo aspekt jetës, atëherë kanë një efekt tyne, pra shumica për tyne çrregullimeve në fakt. Po faktikisht të gjitha çrregullimet mandej janë si një gamë zinxhirve që prekin mandej edhe fushat e tjera. Nëse marrim si shembull çrregullimet e artikulimit, që është vështirësi në shqiptimin e drejtë të tingujve, atëherë na e vështirëson pjesën e të folurit për shkak se një tingull nuk arrin me u artikulu në mënyrën e drejtë. Nëse e marrim një çrregullim në të nxënës siç është disleksia, përveç se është çrregullim në të shkruar dhe në të lexuar, e afekton edhe pjesën e të nxënit, e mandej ka edhe pjesë të tjera apo faktorë të tjerë që preken edhe që munden me u çujt si pasoja në jetën e përditshme të individit. Doja të fokusom tek çrregullimet në të artikulimit, pra sa trajtohen, ç'është ai gjithë procesi? Fillimisht, një vlerësim logopedik realizohet përmes pjesës vëzhgimit dhe observimit. Mandej normalisht realizohet edhe testi i artikulimit, ku përmes testit të artikulimit e shohim se ku munden me qenë vështirësitë apo pengesat, ku tingujt munden me qenë të zëvendësuar, të shtrembruar apo edhe mungesë totale e tyre. E mandej, pasi që ta kemi raportin final të gjithë tingujve që janë të vështirë në artikulim, atëherë fillohet edhe me pjesën e punës për secilin tingull. Secili tingull duhet mësohet fillimisht pozicioni i gjuhës, se si duhet të artikulohet në mënyrën e drejtë, e mandej edhe vazhdon pjesa e trajtimit të tyre. Ndonjë çrregullim tjetër, përmend ndoshta edhe belbëzimin në këtë pjesë, si funksionon, si mundet mu trajtu, sa zgjat aktualisht trajtime? Për kohëzgjatjen e terapisë apo trajtimit logopedik, qoftë për pjesën e belbëzimit apo edhe çrregullimeve të tjera, asnjëherë nuk mundemi me premtu një kohë të caktuar, për shkak se ka shumë faktorë që mundën me ndiku brenda një çrregullimi të vetëm, qoftë ajo pjesa e moshës, bashkëpunimi i fëmijët, pastaj bashkëpunimi edhe i prindërve, edhe lloji i çrregullimit, niveli i llojit të çrregullimit, ndërsa premtohet gjithmonë puna jon, por asnjëherë edhe koha brenda një çrregullimi të caktuar. Sa i përket belbëzimit, belbëzimi jo gjithmonë është vetëm çrregullim logopedik, mundet me qenë i fitum ose edhe i lindur, mirë po mundet me pas edhe bazën psikologjike. Nëse e kemi edhe bazën psikologjike, atëherë nevojitet gjithmonë edhe ndërhyrja e psikologut, edhe krijohemi ndoshta si një ekip i vogël multidisiplinar dhe fillojmë me pjesën e trajtimit. Pra është një zinxhir ku këtu pikërisht roli i
ndoshta vendosmërisë edhe vëmendjes së prindit është shumë i rëndësishëm. Po, shumë e rëndësishme. Bashkëpunimi mes logopedit ose cili do lloj terapeuti edhe prindit është shumë e rëndësishme, për shkak se ne si terapist e kemi fëmin brenda dhomës apo klinikës për 30 deri në 40 minuta, mirë po pjesën tjetër të ditës e ka gjithmonë prindi. Edhe është shumë e rëndësishme që me u ndjek të gjitha udhëzimet edhe rekomandimet që jepen pas çdo seance. Në momentin që kemi një bashkëpunim të tillë edhe të afërt mes terapistit edhe prindit, atëherë edhe puna dhe procesi ka me qenë gjithmonë më i lehtë edhe normalisht progresi gjithmonë më i lartë. Po, pra, nëse kemi edhe koordinim edhe me prindin edhe punë edhe nga shtëpia, sepse e krahasum po ashtu një seancë diku 40 minuta me tër ditën, pra nëse nuk kemi punë në shtëpi, pra me këto çrregullime, pra për me adresu, atëherë edhe procesi shkon më ngadalë, edhe nëse kemi punë edhe në shtëpi, kryhet gjithçka më shpejt. Po na ndihmon neve në pjesën e punës tonë. Nuk mundemi me thonë që 100% ka me pas sukses pse punohet në shtëpi, sepse edhe udhëzimet jepen në mënyrë shumë të qartë edhe duhen me u ndjek në mënyrë të tillë, mirë po e lehtëson procesin e punës. Normalisht janë disa ushtrime që duhet me u përsërit disa herë brenda ditës, edhe nëse prindi nuk është me i nejt gati fëmijët vet, atëherë është pak më problem që fëmia vet me i inicu faktikisht realizimin e atyre ushtrimeve. E përmendëm edhe pjesën e socializimit. Sa ndihmon kjo me pas një rreth të mirë edhe të shëndetshëm shoqëror, pikërisht për ta fëmijë me këto probleme? Realisht ndihmon shumë tek pjesa e integrimit social, për shkak se një fëmijë i cili mundet me pas probleme në të folur, vështirësi në artikulim apo belbzim, shpesh herë edhe ekziston ajo pjesa e stigmës që munden me u bullizu apo me u ngacmu në sensin e çrregullimit të tyre, edhe mandej ka shumë raste kur fëmia dhe zgjedh me hesht edhe mos me fol fare për shkak të problemet që mundet me pas. Po pikërisht edhe këto atëherë duhet ai dinko i doktorëve mundemi me thonë edhe psikologu, sidomos do të më ndihmu në këtë pjesë sepse është shumë një moshë pra sensitive kur janë fëmijë, edhe ndoshta një fjalë e vogël që ne themi mundet me ja lëndu ndjenjat në një mënyrë që ne s'mundemi me paramendu. Realisht po, shumë fakt. Edhe tu pas parasysh që në ditë të sotme, faktikisht gjithmonë komunikimi është çelësi i çdo suksesi, është shumë i rëndësishëm që me pas edhe pjesën e komunikimit në mënyrë shumë të pavarur. Jo gjithmonë ekzistojnë penalizimet e tilla, mirë po ka raste të ndryshme, se edhe pse një çrregullim quhet si çrregullim i artikulimit ose dislali, jo te secili fëmijë është i njëjti. Po ashtu e përmendëm edhe disleksinë që kemi po ndoshta shumë raste kur shkronja ndoshta B-ja dhe këto shkronjat e tjera kanë B-ja dhe D-ja, pikërisht janë ato më të shpeshta që e kanë thua edhe në rrjetet sociale kështu. Dhe ndoshta vetëdijsimi tashmë që në mënyrë shoqërore pra e kemi dhe po shkojmë tek logopedi, kur pishohim këtu, atëherë është shumë e rëndësishme sepse ndoshta më përpara kemi pasur kësi raste, por vetëm e kemi mundu me përmirësu vetën, por ka qenë më mundimshme. Po, na të gjithë kemi histori të ndryshme të disleksisë apo vështirësive në të nxënë, mirë po normalisht më herët nuk është që kemi qenë të informuar. Shumica prej neve kemi pas raste në klasë kur kemi qenë në shkollë fillore që kemi pas një nxënës që ka pas vështirësi në të shkruar apo në të lexuar, mirë po asnjëherë nuk është cilësuar si një fëmijë me disleksi. Gjithmonë është ashtu quajt si fëmijë dembel, se realisht edhe quhen i quajnë, nuk është që është termi i dur për ta, mirë po i quajnë si fëmijë dembel. Sa i përket disleksisë, ende ka nevojë për ngritjen e vetëdijsimit edhe ndërgjegjësimit në vendin tonë. Realisht unë studimet e doktoraturës i kam në fushën e disleksisë edhe është tema që më pëlqen me fol mas shumti. Çka kemi bërë përgjatë atyre studimeve ka qenë me pa shenjat e hershme apo predispozitat e disleksisë te fëmijët e moshave parashkollore, sepse disleksia si diagnozë vendoset në moshën nga klasa e 3 më lart, për shkak se në atë kohë llogaritet që fëmia me mësu pjesën e të shkruarit edhe të lexuarit.
Edhe për këtë arsye mandej nëse deri në moshën, deri në atë moshë, deri në klasën e tretë nuk ka një ndërhyrje të hershme, atëherë truri vetë se plastifikohet edhe pjesa e të mësuarit normalisht është pak proces më i vështirë se sa nëse fillojmë me një ndërhyrje sa më të hershme. Disleksia është e lindur apo fitohet gjatë rrugës? Disleksia zakonisht është e trashëgume edhe mandej shfaqet ndërkohë kur fillon pjesa e të shkruarit dhe të lexuarit. Po flasim për çrregullimit të nxënës, ndërsa kur flasim për vështirësitë në të nxënën, atëherë mundën me qenë edhe ndërkohë të fituara. Po. Pra, është një proces që ndoshta diagnostifikimi i hershëm këto është hapëkyç për gjithëtarën e fëmijës në fakt. Diagnostikimi i hershëm, vlerësimi i hershëm është çelësi i suksesit thuajse për secilën prej diagnozave, jo vetëm tek disleksia apo tek dislalia. Për shkak se nëse kemi një ndërhyrje të hershme, atëherë edhe pjesa e progresit edhe e procesit edhe rezultateve ka me qenë gjithmonë më e lartë. Pra mundemi me quajtë se ndërhyrja e hershme është edhe si vendimtare. Deri tash diskutuam pra për fëmijët, por ju punoni me grup mosha të ndryshme. Cilat janë disa çrregullime që ndoshta mundemi virejt nga fëmijët e të lartë? Na punojmë faktikisht me grup mosha të ndryshme, me fëmijë, me adoleshent, po edhe me të rriturit. Tek fëmijët edhe tek adoleshentët, mirë po edhe tek të rriturit, faktikisht diagnozat mundën me qenë prej të njëjtave, qofshin ato të artikulimit, vështirësive në të nxënë, apo edhe pjesa e belbëzimit. Mirë po ekzistojnë edhe çrregullimet neurologjike që mund vinë si pasojë ndonjë sulmi, pasojë ndonjë traume apo ndonjë aksidenti, edhe mandej ndikon tek pjesa e çrregullimeve gjuhësore. Ndërto mundet me qenë edhe afazia që zakonisht është prezente edhe tek moshat më të rrituna. Tek moshat më të rritura dhe tek adoleshentët, ndryshon mënyra e trajtimit? Po, ndryshon pjesa e trajtimit, edhe secila moshë ka atë pjesën e trajtimit edhe ndjeshmërinë e vet, për shkak se ndoshta edhe secili fëmijë ka ndryshe. Po, faktikisht edhe secili fëmijë, po prapse tek fëmijët mundesh me kriju një lojë si aktivitet edukativ edhe përmes asaj lojës ti mundesh me kriju, me arrit faktikisht shumë plusa që ti vetë se i ki brenda planit punës të ditës. Mirë po me një të rritun nëse veç realizon një lojë, atëherë ka me qenë pak ma problem, por shumë ma problem, se nuk mundesh me realizu lojë me persona të rritun. Ose me adoleshentët që është faktikisht një moshë ndjeshme, kur i duket vetja që janë rrit pak, edhe nëse e krijon një lojë të fëmijëve me kafshë ose me kuba ose me diçka tjetër, normalisht është pak ma monotone dhe ma e bezdisshme. Mirë po ekzistojnë dallimet me secilës terapi. Sa vështirë është ndërsa mu merr me adoleshent në këtë pjesë? E lehtë nuk është as pak. Mirë po edhe të vështirë nuk mundemi me konsideru përderisa është pjesë e profesionit tonë, është pak më e ndjeshme dhe normalisht na duhet adaptimi i fëmijëve adoleshent me terapistin, për shkak se e cekëm që është moshë e ndjeshme dhe normalisht derisa të krijohet ajo pjesa e lirisë që unë jam terapisti, po unë këmë të ndihmu ty, nuk këmë të bo diçka dams, bashku kemi mja dal, pjesa e motivimit është shumë e rëndësishme që me u përfshit gjatë secilës seancë, edhe që kjo e krijon pak atë ndjeshmërinë me moshën e adoleshencës. A keni po ndoshta një dallim tek gjinit, pra tek femra apo tek djalë apo tek vajza, pra tek pjesa e kooperimit, pra me logopedën? Nuk kisha me bo naj dallim gjinor faktikisht, mirë po ma tepër tek pjesa e moshës mundemi me vrejt. Normalisht edhe pjesa aktiviteteve në bazë të gjinis dallon pak, sepse me gjinin femrore na i marim disa kukulla që mundemi me i përdor gjatë pjesës seancave, mirë po me gjinin mashkullore atëherë mundemi me vendos ndonjë vetur, ndonjë kafsh ma tepër ose diçka të tillë. Mirë po tek pjesa e gjinis nuk është që mundemi me vrejt ndonjë dallim. Desha të fokusohemi tek pasi që i përmendëm pra fëmijët, adoleshentët, po ashtu tash tek të rriturit. I përmendëm disa pas aksidenteve, ndoshta do çrregullime neurologjike që mundemi mi pas. A më shme nga tregu ketë atë procesin e punës, pra sepse edhe kjo është një pjesë e ndjeshme, pra i gjithë procesi e punës e ka një ndjeshmëri, një lloj empatie që do të me pas. Realisht, prej eksperiencës personale, faktikisht me moshat e rrituna, për mu më duket puna ma sfiduese,
për shkak se personat e rritur faktikisht e kam pas një aksidenti në rast që kam fitu ndonjë çrregullim neurologjik që mandej prek edhe pjesën e aftësive gjuhësore, kanë qenë fillimisht vetëdijshëm për aftësitë e tyre gjuhësore dhe aftësitë e tyre në përgjithësi të përgjithshme për jetën e tyre. Edhe është pak e vështirë me pranua dhe realitetin që pas një aksidenti kanë me pas probleme gjuhësore ose probleme të ndryshme në jetën e tyre. Edhe përveç pjesës realitetit nuk arrim, ndonjëherë është e vështirë edhe me arrit pjesën e bashkëpunimit mes neve dhe mes personave të rritur. Gjithmonë duhet me qenë mandej edhe pjesa kujdestarit ose atyre që kujdesen për personat e rritur, mandej me pjesën e gjithçka është faktikisht më e ndjeshme nëse flasim me personat e rritur. Edhe çrregullimet mandej janë të ndryshme prej llojit të aksidentit, niveli i tyre, sa mundet me pas aftësi ekzistuese, sa ka nevojë mandej me u punu që me u rifitu ato aftësi. Duket proces për shumë i komplikuar edhe traumatik në fakt për ata persona, sepse edhe në mënyrë emocionale që mund me qenë preksa. Është proces më i komplikuar për shkak të moshës së tyre dhe pjesës së ambientimit, mirë po normalisht edhe pjesa e traumës që tashmë vetë se e kanë pësu mundet me ndiku edhe tek gjendja e tyre e përgjithshme dhe mandej i sjell edhe vështirësitë e tjera. Jo gjithmonë, mirë po ka raste kur mundet me ekzistu një vështirësi e tillë. Do doja tash të kaloja një temë tjetër, pra tek rrugtimi juaj si logoped. A mundesh me na tregu ndoshta prej shkollës të mesme, çka të ka motivu me zgjedh këtë profesion e si po duket deri tash? Logopedia në jetën tem ka ardhur në mënyrë shumë spontane, se realisht unë gjithmonë kam qenë në drejtimin e juridikut, edhe shumë e motivuar me vazhdu me pjesën e juridikut, edhe pas përfundimit shkollës të mesme vendosa, kam e ndjek ëndrrën për studimet e drejtësisë, edhe ndërkohë kam pas rastin me u taku edhe me një ndër logopedët e parë në Kosovë, zotri Emrush Bejtullahu tashmë i ndjere, edhe zbashku me një shoqe time na e ka propozu si profesion. U duk interesant edhe faktikisht e dashnia për fëmijët gjithmonë më ka shtyr që duhet me bo diçka edhe tek fusha e moshave tek të vegjlit. Edhe mandej në mënyrë shumë spontane faktikisht kemi vendosur që me vazhdu me studimet të logopedisë. E çka është interesantja se prej prioritetit juridik kam kalu krejt prioritetin mandej tek fusha e logopedisë. Kam vazhdu me studimet bachelor në Prishtinë, pjesën e studimeve master në Tiranë edhe mandej pjesën e doktoraturës në Poloni. Nga gjithë ky rrugtim, pra edhe 3 lokacione të ndryshme. A mundesh me na tregu ndoshta kujtimet më të mira të bachelorit? Kujtimet më të mira kanë qenë kur kemi filluar me pjesën praktike. Sado që i ka pas ato sfidat e veta dhe vështirësitë e veta, prape ka pas atë ëmbëlsinë e punës, normalisht pjesa me fëmijët, mandej ndonjëherë edhe përgjigjet e fëmijëve janë në mënyrë pak qesharake që edhe e bojnë edhe procesin e punës, e lehtësojnë, e kthejnë me atë ëmbëlsinë e vetë dhe me gjithçka tjetër. Po prej kujtimeve ka më të ndryshme, një që zakonisht e përmendi, kemi qenë të bisedu me fëmijën për pjesën e stimve. Edhe tu mundu mi tregu, kjo ka ndodhur gjatë pjesës praktike kur kam qenë studente në studimet bachelor. Edhe ka qenë pyetja kur shkojmë ndeti, që me kuptu verën. Edhe përgjigja u konë shumë qesharake, kur të kemi pare. Okej. Edhe mandej ka pas shumë momente tilla, po çto e kujtoj gjithë dhe e tregoj gjithmonë me atë ëmbëlsinë vet se ka qenë shumë qesharake dhe shumë e ka bën një moment mandej shumë të ngrohtë. Edhe ai fëmijë fakt shumë inteligjent sepse ka shumë e drejtë. E ka analizuar në mënyrë kështu fikse edhe në aspektin financiar, që mbas edhe është bona ekonomist. Pikërisht që a mendon nganjëherë ku është ai fëmijë sot? E mendoj shumë shpesh, por nuk kam asnjë dhënë, asnjë informatë, se kemi qenë veç pjesë praktike dhe nuk e di as ku mundem me gjetë dhe me pas se çysh ka vazhdu rrugdimi i tij në qoftë në pjesën logopedike apo edhe në jetën e tyre të përgjithshme. Ndoshta do të më shkute se cila bankë dhe më kishir praktikantat, pra kush është atë accountant. Edhe me marr pak informata. Por realisht informatat krejt janë konfidenciale, nuk e di jam jep dikush informata se. Do të më këshyr edhe në qehre, pak.
Po, kush ka po ta mundësi. kujton. Pastaj ke vazhduar master në Tiranë. Po. Pra gjithmonë larg e më larg. Po, Si deri t'u sa ka duka shkova ajo krejt si në Poloni. eksperiencë? Edhe pjesa e masterit ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, edhe pjesa praktike më shton mundësia që me pa për te i studimeve bachelor dhe bazë të logopedis, normalisht edhe me ndru vendin, se me pa se qysh realizohen seancat logopedike, pjesa e vlerësimeve, se çfarë lloje të instrumenteve përdoren, se si i realizojnë të gjitha seancat edhe trajtimet logopedike. Realisht ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Pra edhe më serioze, ndoshta me problematika më të vështira për mu trajtu, sepse bachelori e dim është baza, pra kryesore që ndoshta ka më shumë punë, ka më shumë sem, më shumë ndoshta edhe mundim, por masteri është si ndoshta që shia mbitot. Pjesa e masterit ka qenë vazhdimësi e gjithçka që kom fillu në studimet themelore në bachelor, edhe mandej të gjitha kanë fillu vishtu thellu të secila diagnozë, të secili trajtim, mandej edhe me ndru vendin, e shani qasje tjetër, se si punojnë, se si e kanë qasjen me fëmijët, se mandej pjesa e instrumenteve që dallojnë prej shteteve, varësisht për standardizimit tyre, mirë po ka qenë gjithmonë vazhdimësi e gjithasaj që është mësu gjatë 3 viteve bachelor. A keni po ndoshta ndonjë dallim prej vendeve këto, prej neve, pra me Tiranën? Çka kanë shumë e lehtë në profesionin prej Kosovës dhe Shqipërisë kanë gjuha faktikisht. Po. Ato se kemi pas problem fare. Edhe po, mandej kom pa edhe dallime. Qoftë në aspektin e literaturës apo edhe pjesën praktike që kam përdor. Jo dallime shumë të thella, se prap kthehemi te pjesa që na kemi të bëjmë me gjuhën, edhe gjuha faktikisht ka qenë shqip në të dy shtetet, mirë po kemi pas rastin me pa dallime mes dy shteteve dhe pjesës se si kanë punu dhe vepru edhe logopedat ja. Po, pikrisht sepse kemi dialekt tjetër, Po. janë ato dallimet e vogla që ndoshta do të mi specifikuar edhe për... Janë dallime shumë të vogla, po që në profesion mandej janë shumë të mëdha. Po, do me thonë, ju ka ndihmu tepër edhe ka qenë si sfide e re kjo. Po. Edhe ka qenë hera e parë që më vazhdova me studime jashtë vendit, kështu që Po. ka qenë sfiduese në gjitha anët. Tani më për herë të dytë? Edhe mandej ka qenë sërshia mbitorte, kom vazhdu me studimet e doktoraturës në qytetin e Krakovës në Poloni. Kanë qenë studime 4 vjeçare, aktualisht jam në pritje të mbrojtjes së temës, që po besoj shumë shpejt edhe hapi i fundit ka me u realizu. Edhe tema faktikisht veç tregova që është për predispozitat e disleksisë në moshat parashkollore në Kosovë dhe në Poloni, edhe rezultatet kanë qenë shumë interesante. Mundëm me jep veç pak informata rreth tyne, për shkak se ende nuk e kom realizu mbrojtjen, mirë po nxënësit e Kosovës kanë shkëlqyer në rezultate, për shkak se ka qenë hulumtim në 2 faza. Fëmijët fillimisht janë testu kur kanë qenë 3 dhe 4 vjeç, mandej edhe kur e kanë arrit moshën 5 dhe 6 vjeçare. Dhe në fazën e dytë, fëmijët e Kosovës kanë shfaq rezultate më të larta se sa fëmijët polak, që ka qenë e habitshme, mirë po edhe një moment krenarie për mua. Po besoj për gjithë në fakt, sepse edhe e kemi këto gjithmonë, na duken fëmijët shumë të mençur, edhe pikrisht tash po më vjen mend ai fëmia që ka thonë kur të kemi parë shkojmë deti, kështu që po besoj ka pas 5-6 vjet. Rreth asaj moshës ka qenë 5-6 ose eventualisht të 7, që ato dikur. Po lidhen dika. Vlerëta, faleminderit shumë që ishte sot në studio dhe i diskutuam këtë, ndoshta edhe këto kujtime shumë të mira, edhe morëm informata shumë të rëndësishme për këtë ditë veçantë. Faleminderit edhe juve për ftesën. Realisht pjesa e fundit ka shumë nostalgjike, më rikthye edhe në kujtime, edhe ndoshta kisha dashur me përçu një mesazh tek prindrit që në momentin që mundën me pas se fëmijët e tyre shfaqin ndonjë pengesë apo vështirësi qoftë edhe më e vogla, duhet me u drejtu për një vlerësim logopedik. Ai populli jonë kemi një thënie, nëse nuk të bën hajër, dëm nuk të bën. Kështu që e bëj një thirrje publike tek të gjithë prindrit që me vazhdu me u referu tek logopedi, me bë një vlerësim edhe mandej me pas se çka mundet me u përmirësu nëse veç ka nevojë. Faleminderit për ftesën edhe kënaqësi me qenë pjesë e juaj. Faleminderit shumë. Dashur shikues, kaq kishim për sot. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten çdo pas dite dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.